Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur vendimin për 8 të pandehurit e dosjes së sterilizimit. Sipas vendimit të gjykatës, ish zyrtari Klodian Rriepaj është dënuar me 6 vite burg për veprat penale vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe falsifikim. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi i tij është ulur me 1/3 duke u reduktuar përfundimisht në 4 vite burg. Ndërkohë, biznesmeni Ilir Rapaj është dënuar me 6 vite burg, por pas uljes së dënimit për shkak të gjykimit të shkurtuar, ai do të vuajë 4 vite burg. Sa i përket Marcela Sejranaj, gjykata e ka dënuar me 3 vite e 6 muaj burg. Me uljen e dënimit për shkak të procedurës së gjykimit të shkurtuar, dënimi i saj është reduktuar në 2 vite e 4 muaj burg. Gjykata vendosi gjithashtu lirimin e saj nga masa e sigurisë, arrest në shtëpi. Ndërkohë, për të pandehurin Sejmir Kadiu, i akuzuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim, gjykata vendosi dënimin me 3 vite e 6 muaj burg, pas uljes me 1/3. Dënimi përfundimtar është 2 vite e 4 muaj burg. Kadiu lirohet nga arresti në shtëpi, pasi masa e paraburgimit e tejkalon kohëzgjatjen e dënimit. Petref Mersini është dënuar me 3 vite e 6 muaj burg, që pas uljes për shkak të gjykimit të shkurtuar reduktohet në 2 vite e 4 muaj. Gjykata vendosi pezullimin e ekzekutimit të dënimit dhe vendosjen e tij në shërbim prove për një periudhë 24 muaj. Edhe Arben Gjata është dënuar me 3 vite e 6 muaj burg, që pas uljes shkon në 2 vite e 4 muaj. Për të, gjykata vendosi pezullimin e dënimit dhe vendosjen në shërbim prove për 24 muaj. Për Gent Burazerin, gjykata vendosi dënimin me 1 vit e 6 muaj burg, që pas uljes reduktohet në 1 vit. Ai nuk do të vuajë burg, por do të kryej punë në interes publik. Ndërsa Naile Ayazi u dënua me 1 vit e 6 muaj burg, që pas uljes u reduktua në 1 vit. Gjykata vendosi pezullimin e dënimit dhe vendosjen e saj në shërbim prove për një periudhë 2 vjeçare.